Të gjithë kanë nevojë që të kujtohen, prandaj përkujtimi është shumë i rëndësishëm, është synet, është traditë profetike, e ka kërkuar vetë profeti Muhammed a.s. nga shokët e tij që ta përkujtojnë atë, dhe mendoj që përkujtimi kryesor që kanë sot nevojë njerëzit është në lidhje me të mirat, sepse njerëzit nuk e ndjejnë mirësi. Gjithmonë synojnë atë që se kanë. Gjithmonë synojnë atë që ka komshia dhe e ka tjetri. Por nëse do t'i bëni një llogari vetes tyre se çfarë të mira që ka dhënë Zoti atyre, do ta shifin vetëm zëngin. Sepse ne Hoxha Efendi mendojmë që mirësia është vetëm pasuria. Edhe kur ti e kufizon mirësinë e Zotit vetëm një gjë, që është prej mirësive, ti s'tyn punë shëndeti, nuk t'hyn punë mendja, nuk t'hyn punë familja, harmonia familjare, nuk t'hyn punë imazhi i mirë që ke mes njerëzve dhe njerëzit kanë respekt për ty. Këto të tjerat faktikisht liria, qetësia, rahatia, garanti, nuk ke hasëm, nuk ke probleme, ke një strek ku ke futur kokën tënde. Këto faktikisht janë aq të mëdha si mirësi sa ndoshta pasuria e gjithë botës nuk do të mjaftonte për t'i blerë.